ka zgjedhë presidentin e Kosovës. Para sulmit të Bansko. Para sulmit të Bansko. Para sulmit të Bansko. Gjatë natën edhe gjatë ditën. Ka ndru situata me Bansko. Ka ndru situata. Nuk është situata e njëjtë. Nuk është situata e njëjtë, zoti Krahë të Kryziu, nuk është situata e njëjtë. Çdo orvotjen këtë studio. Çdo orvotjen këtë studio që provojmë me relativizu rolin e kësaj liste mbrana institucioneve të Kosovës, unë besoj se është gabim, madje po i çojmë ujë vetë strukturave të fuqiqe që kur shkon në Këshillin e Sigurisë më thon Albin Kurti as mbrana për mbrana shoqërisë civile dhe mediave nuk e ka përkrajen që lista serbe është kriminale dhe ka provu me mjete jo demokratike, por mjete të dëshme me marrë. Lista serbe duhet lista serbe në asnjë mënyrë në qeveri. As institucion të Kosovës që listën serbe ka shpall kriminale. Unë nuk kam të drejtë, as ti nuk ke të drejtë, një lloj epitet edhe më shpall. Edhe mos prit nga shoqëria civile, as nga Prezidiu, me marrë drejtësi. Unë e thash ish dashur me u bë, nuk është bë. Kjo nuk ka obligim me shtim qeveri. Kjo shndrohet populizëm politik, duke dhënë epitete të ndryshme për individ, për subjekte politike, për ato. Nëse për ato i qishin smund të mohohet se ato i qishin ka pri asaj. Jem të fol për një individ. Po edhe ka akt akuz për ato të ngarkuar një kallabllak faqesh aty. Ka dhe në mbrana subjekte politike tona njerëz që janë të akuzuar dhe dënuar për veprimtari kriminale. Është e vërtetë kjo. Po ne nuk mund të quajmë një parti kriminale. Nuk mund të quajmë një parti kriminale. Nuk mund të triviale këtë punën e demokracisë. Se na mor shumë segment interesant kjo për ta diskutuar. Duhet të flasim pak edhe në duhet t'i kthehemi aritmetikës. E di që ti ke bërë shumë shënime. Mbeta sepse mund dal prej fillimit. Wolfgang Merkel është një politolog shumë i njohur që ka shkruar shumë për konsolidimin e demokracisë. Një ndër shtyllat e sheh konsolidimin pro-konstitucional, e sheh ato madhurin, këto që jemi na sot, presidencia, kushtetues, kusht presidenca, është qeveria dhe krejt. Dhe to sjellja mbrana për mbrana asoj kushtetute janë ato e minimumi i një konsolidimi demokracisë në vendi. Na në këto jemi. Tash çka ka bërë zoti Kurti? Po na më ta tham dhe informacion. Zoti Kurti. Zoti Kurti. Asaj me formuar qeveri absolutisht kushtim i publikut. Lëvizja vendose në 17 se ka shkel kushtetutën për 4 vjet. Qeverit bojnë ligje të cilat shkojnë në kushtetues dhe kushtetuesja mund t'i kthejë që ka pas në lejtitje sepse fundit ata njerëz janë njerëz dhe mund të gabojnë. Po kur janë kthy nuk e kanë kontestuar asnjëherë. Dhe ka shkupuar atë apo. Pikërisht, zoti Kurti, për ta bërë qeverinë, ka filluar unë mendoj për smori, ty e lexu sakt rezultatin e 9 shkurtit. 48 deputet me 24 deputet është distanca ndërmjet parit edhe dytit. Edhe i thash pse? Sepse është një mendësi e një qeverisje tjetër prej atyre që kanë ndodhur në kohët e fundit. Kështu është lexu. Dhe ai po provon me minoritetin ju ser prej fillimit e ka thonë me nisme, nuk e kanë thonë publikisht, po është ditë se i vynë votat. Hasin rezistencë, kërkesat parësyshme, krejt është normale dhe legjitime me kërku nga një subjekt tjetër bashkëpunim. E provoj me LDK sepse është partia e dytë tash pak ma e modhe se ata, po nuk është e modhe a krejt. Nuk i shkoj. Tash i mbeti zoti Kurtit me i kthy prap tavolinës, trumbullakt me ata zotrit që ka provu herën e parë. Nëse nuk kalohet, mund të shkoj edhe tek partia e parë. Kërkoj edhe të ta. Por kjo është shumë legjitime, kjo është shumë demokratike. Çdo kush që mendon që ka bërë ai gabim, mendoj që shumë gabim, është total mrana për mrana logjikës njerëzore. Kjo është logjike, kjo është procedurë që shkon. Por si procedurë edhe si zhvillim politik i cili u duke ndodhur është okej. Po ne nuk mund me thonë okej mbi vlerat të cilat po mundohet me u prezantu. Fatmir Limaj edhe nisma është pjesë atij mendimi politik për cilën ti po thua është i kaluar. Koalicioni me përfaqësues të partive politike nga minoriteti kanë qenë pjesë për 20 vite atij mendimi tjetër politik. Do të thotë zoti Kurti kur ka nevojë për numra është i gatshëm të thyej gjitha parimet mbi të cilat i ka thënë. A mendoni ju që ndarja e pushtetit sepse po imponohet ai tha po pajtohemi nuk i morën 500.000 i kemi marrë që neve na vyn
dikush, e keqja ma e vogël është. E keqja ma e vogël, pani, dëgjojmë të dy zgjidhje i ka. Dy zgjidhje, por e ka fitu, nuk e ka fitu. E ka fitu me shumicë. Kërkush është duke diskutuar. Po besa bes, unë e kam përshtypjen. Unë e kam përshtypjen. Unë e kam përshtypjen. Edhe etike, edhe moral politik me tregu pse ne jem kundërshtar me këto subjekte politike edhe sot me të njëjtat subjekte politike me jo bashkë me të njëjtat. Jo bashkë të njëjtat, se është fuqia politike, sikur ta merr një subjekt politik me 24 numra, cila ka qeverisë në mënyrë të vazhdueshme, thonë përveç qeverisë të kaluame, dhe një subjekt i cili ka që një kohë që është jashtë skenës politike për shkak se s'ka mujt me kalu pragun dhe ka vetëm 3 vota. Kur ndohet kulaçi se çun kolegu jam qeveritor, ndohet kulaçi kur përgjithësia. Po dëgjam tash që to shkeja ka vonë, sa po më që me pas ata marrveshën sot ishin ik pe kamerave, asnjë. Ata nuk e kanë arrit marrveshën sepse kemi zotin Kurti, nuk e kemi zotin Thaçi, i cili blan projekt vetëm pak. Po ndoshta e ka bërë marrveshën e këta se din? Unë nuk e besoj që është bo marrveshën sepse nuk ka nevojë me ik kamerave. Unë nuk e besoj. Gasha mund të jetë kjo? Mund të jetë. Mund të jetë. Është forma modus operandi zotit Kurti për këto vite sa është në qeveri, që ti vjen në befasi. Po, vetëm pak, prit se me duke u zgjat, drenor. Po zoti Konjufca dul ta thamë edhe këto zol